Pas një sezoni të shkuar dëm dhe rënjes nga kategoria superiore, Skënderbeu kërkon edhe një herë tjetër të rikthehet në elitën e futbollit shqiptar. Korçarët e kanë nisur fazën përgatitore me një ekip ku lojtarë të ndryshëm janë larguar, ndërkohë që afrimet kanë qenë të pakta. Skënderbeu i ri. Unë mendoj që boshti i skuadrës ka qenë nga ajo që ndërtuam paktën mbas janarit me ardhjet e reja. Sigurisht disa lojtarë kanë ikur, por boshti ato që ne mendonim që do na shërbejnë edhe në të ardhmen i kemi mbajtur. Sigurisht që kjo është kampionat ndryshe. E mirë do ishte që ne atë punë të mirë që bëm 2-3 muaj të ta korrizonim me sukses, po tashmë kjo ka kaluar dhe besoj kemi nxjerrë mësimet tona. Unë mendoj që kjo skuadër që do ndërtohet si vjet, do ndërtohet jo vetëm për bazat e kategorisë parë, por edhe për të ardhmen. Një pikë kryesore sot më ka qenë edhe marrja e disa lojtarëve të ri nga akademia. Lojtarët tuaj për momentin nuk ka ardhur akoma. Me largimin e kapitenit Elvis Prençi, përfitoi Gardiani Marko Alia, të cilit i është besuar shpirti i kapitenit. Kështu më thotë njëri është shumë deri i madh për mua, të jem kapiten i një ekipi me kaq emër, edhe shpresoj të jap maksimumin për të bërë më të mirën. Takime të shumta ka patur edhe nga ana e drejtuesve të Skënderbeut, ku presidenti Ardian Takaj pritet të përcjell projektin e ri për skuadrën, ndërsa premtimi për një stadium të ri vijon të ngelet premtim në letër.